Berisha nuk ka dalë nga zyra. Një band policor shtetëror janë urdhëruar për arrestimin e tij. Mercedesi i tij ndalohet dhe ish presidentit i kërkohet të shoqërohet në polici. Ai refuzon. Njerëzit që komunikojnë drejt për drejt me Metën urdhërohen ta marrin forcërisht. Këto janë pamjet kur shoqëruesi i tij kryesor, oficeri i gardës, nxirret forcërisht nga makina. Përreth, sampist të maskuar me Kalashnikov në dorë. Berisha qëndron i vetmuar në makinë. Pastaj rradha i vjen shoferit të tij. E nxjerrin edhe atë forcërisht dhe vendin e tij do ta zë sampisti armatosur. E gjithë ngjarja, siç dallohet nga ora e kamerës së policisë, zhvillohet në rreth 40 minuta, në orët e para të mëngjesit, në mes të Tiranës. Nga zërat që kanë mbetur në kamera, dëgjohet se aty diku më larg janë edhe Shaban Memia dhe Ridvan Bode. Shaban Memia që më hapës, me dhe golfin, Shaban me golfin, Memia. E golfin. Por ata s'mund të bëjnë asgjë për shefin e tyre që do të çohet në mënyrë skandaloze drejt drejtorisë së policisë. Mene, pastaj i ban bodin.